Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. I mora prindrit në Tiranë që t'i ndihmoja për ata më ndan nga burri. Kur u martova me Arditin, isha e bindur se po filloja kapitullin më të bukur të jetës time. Ai ishte një njeri i qetë, i matur, i rritur në qytet, krejt ndryshe nga unë që vija nga një fshat i vogël ku çdo frym ditën diskutohej nga të gjithë aty komshinët rreth e rrotull. Shtëpinë tonë të vogël në Tiranë e kishim nisur nga zero, me qira, me kredi, me sakrifica që vetëm ne të dy i dinim. Por ishim të lumtur sepse s'kishim askënd që të na drejtonte jetën. Kjo lumturi mori fund ditën kur babai u rrëzua në oborin e shtëpisë së tyre në fshat dhe u dërgua me urgjencë në spital. Nëna më telefonoi duke qarë, më tha se po i mbyllej bota, ishte vetëm dhe nuk kishte njëri tjetër. Unë isha e bia e vetme dhe e vetmja shpresë që ata kishin. Vendimi erdhi natën kur Arditi më gjeti duke qarë në kuzhinë. Ai më tha se ishte e drejtë i ndihmoja, nuk mund t'i ktheja shpinën dhe kështu i sollëm të dy prindrit në Tiranë në shtëpinë tonë. Atë natë kur mbylla derën, e dija që po fillonte një kapitull i ri, por nuk e dija se sa i vështirë do të ishte. Ditët e para ishin të qeta. Prindrit e mi ishin ende të dobët, të përulur, të ndrojtur për hapësirën që po u jepnim. Nëna më ndihmonte në kuzhinë, babai rinte i heshtur në divan duke parë televizor. Por sa më shumë i merrte rutina dhe filluan të merrnin veten, aq më shumë ndryshonte atmosfera në shtëpi. Filluan fjalët e vogla, komente nën zë. Pse ri Arditi në telefon? Pse del natën? Pse flet kaq pak me ne? Pse nuk ka sjellje si burr shtëpie? Pastaj filluan dyshimet. Nëna thoshte se Arditi nuk më donte sa duhet. Babai thoshte se po më linte pas dore. Çdo ditë më flisnin me insinuata që në fillim i injorova, por që me kohën filluan të më gryejnë mendjen. Ishte ëma ajo që nisi luftën psikologjike. Më thoshte se burri duhet ta respektonte familjen e gruas, se ai nuk ishte prezent sa duhej, se ai po më shihte si shërbëtore. Unë e dija që Arditi punonte shumë, por prindrit e mi e pan lodhjen e tij si mungesë dashurie. Arditi nuk thoshte asgjë, por e shija që çdo ditë po nervozohej më shumë. Nuk e shprehte, por tensioni i tij ndihej në ajër. Një ditë e ëma e teproi. Po përgjonte bisedat tona dhe kur dëgjoi se Arditi donte t'i çonte përsëri në fshat, kur të përmirësoheshin, ajo shpërtheu. E akuzoi se po donte t'i hidhte si qend. Pasi ndodhi kjo, babai nisi t'i fliste keq, ta nënçmonte, ta trajtonte si të padobishëm. Unë përpiqesha t'i mbaja të dyja palët, por çdo ditë ishte betejë. Nuk e di kur fillova të ndryshoj ndaj Arditit, ndoshta atë natë kur nëna më tha se ai nuk ishte burri i vërtet. Ose kur babai më foli me gjithë bindje se Arditi nuk më dilte për zot. Por edhe kur filluan të më thonin se një grua që lë prindrit për burrin nuk ka bekim në jetë. Në fillim ishin vetëm hije dyshimi, pastaj u kthye në plag. Arditi e ndjente se po e humbisja, por nuk dinte si të ma kthente. Flinte me shumë ankth, ndërkohë përpiqej të fliste me qetësi, me durim, por unë isha bërë sigur. Më dukej se ai urrente familjen time, ndërsa prindrit më mbushën mendjen se ai donte të ikte. Një natë pati një përplasje të madhe. Babai e ofendoi keq. Arditi nuk duroi më dhe i ktheu përgjigje. Nëna u fut në mes tyre duke bërtitur sikur isha unë që po e dëgjoja burrin të më fyente. Në sytë e tyre, Arditi u bë njeriu më i keq, armiku dhe rreziku i familjes. Dhe unë ra shpreh e tyre. Përtova të mendoja vetë. Ishte më thjesht të dëgjoja prindrit, sesa të luftoja me dy botë. Më sollën dritën e tyre të vogël të së drejtës, sikur dashuria ime për ta duhet ishte mbi gjithçka. Të nesërmen Arditi bëri valixhen e tij dhe doli nga porta pa më parë 2 herë. Zëri i tij i fundit më ndjek edhe sot. Nuk po ikte se nuk më donte, por sepse unë kisha zgjedhur palën tjetër. Më duk sikur po më dilte shpirti.
por prindrit më përqafuan dhe më thanë se bëra gjën e duhur. Më thanë se tani shtëpia do të ishte më e qetë. Më thanë se isha e tyre dhe ata ishin të mitë. E vetme gjë që nuk më thanë ishte se pak nga pak kishin shkatruar martesën time. Dhe unë, e lodhur e rënduar nga përgjegjësitë, i lash ta bënin. Sot jam sërish me prindrit, në të njëjtën shtëpi, por çdo natë që mbyll syt më del fytyra e arditit. Më kap frika e madhe, jo frika se kam mbetur vetëm, por frika se ndoshta unë vetë kam shkatruar njeriun e vetëm që më deshi vërtet. Dhe jo se prindrit kishin qëllim të keq, por sepse nuk i di kufijtë e dashurisë së tyre. Dhe as nuk i vendosa kurrë. Sot e kuptoj që ndonjëherë për t'i ndihmuar ata që do, mund të humbasësh atë që do më shumë.